Biblioteka Marin Barleti në Shkodër mori pamjen në një galeri arti me një ndërthurje emocionesh dhe ngjyrash, fal ekspozitës së parë personale të piktores Sidita Islami, e titulluar Emocione e jete. Artistja shkodrane prezantoi 42 punime ku spikaten portretet ekspresive, duke i dhënë vizitorëve mundësinë të gjejnë veten në secilin prej tyre. Një pjesë e pikturave janë realizuar 20 vite më parë, por atëruajnë ende gjallërinë dhe ndjesinë e thellë shpirtërore që karakterizon stilin e autores. Kam sjell 42 punime, disa janë portrete ekspresive që gjithkush e gjen vedin te këta punime, disa janë abstrakte, disa punimet kam nostalgji për punimet që kam kriju para 20 viteve. Kuratoria e ekspozitës, pedagogja e pikturës Ermir Jahja vlerësoi aftësinë e autores për të sjellë emocione të sinqerta përmes punimeve të saj. Kur hap për veti është një emocion i jashtëzakonshëm, por kur hap ekspozitat e nxënësve tuaj, ke emocione edhe më tepër dhe puna është 2 fish më e madhe. Një vajzë e vogël 15 vjeçare që vjen në studion siç vijnë edhe nxënësit tjerë, gjatë fëmijëve për të marrë ato mësimet e pikturës. Shumë e dashur, shumë e shkafët, me shumë pasion për artin. Edhe, do të thënë, edhe janë frymëzuar prej dëshirës së madhe që ka ajo për të bartë. Ekspozita në Marin Barleti krijoi për vizitorët një përvojë të pasur me ndjesi dhe reflektime.